Spaku nuk po tenton të tregoj pavarësi, por Spaku ka dashur gjithsej të kohë të dukej si nuk është pjesë ose hetim të godinës së kryeministrisë. Spaku, me thirrjen e individit, është tek godina e kryeministrisë. Pra nuk është në një godinë tjetër. Autoriteti i prokurimeve publike, godinën e vet e ka në kryeministri. Pra, për ata që e kuptojnë veprimin e Spakut, duhet kuptojnë që Spaku ka shkuar tek kryeministria. Kjo nuk tregon që Spaku është i pavarur sepse Rama i ka dhënë Spakut lirinë e veprimit. Jo, kjo është pjesa e lojës, sepse Spaku në sy të opinionit publik duhet të duket i egër me Edi Ramën, pavarësisht se çdo veprim dhe çdo akmarrje politike dhe juridike e ka kryer Spaku duke qenë në shërbim të Edi Ramës. Shiko këtu rastin kur zoti Rama ka bërë kërkesë ndaj Spakut që arresto Sali Berishën, Ilir Metën në Asamblenë e Partisë Socialiste dhe erdhi zoti Dumani dhe bëri pikërisht atë që zoti Rama ka kërkuar nga Asambleja e Partisë Socialiste. Loja është kjo, që Spaku duhet të duket në sy të publikut që është tek godina e kryeministrisë, do duket që duhet të bëjë një arrestim të mundshëm të një zyrtari të asaj godine, që të tregoj qartësisht që ne nuk pyesim për kryeministri, nuk pyesim për ministra, nuk pyesim për asgjë dhe kur do të vi momenti. Pse? Se kjo është PR-i që zoti Dumani në largim e sipër do të tregojë të qytetarët që unë vajta edhe te godina, po pavarësisht te godina nuk pata prova për zotin Rama, se s'do të kishte dhe sikur do të kishte do t'i mbulonte, por vajta dhe arrestova një roje, një X drejtor. Po e rëndësishme është që unë godita te kryeministria, pra godita godinën. Por në realitet celulari. Urdhëro? Pa shkuar te celulari. Po celulari është, shiko, te celulari diçka tjetër nuk kuptohet, edhe po ta them me shumë seriozitet. Celulari është thjesht një fjali që tregon që ti mua po më heton, po ti nuk ke prova për mua. Por celulari është sekuestruar me kohë dhe di kush është. Celulari Monika Kryemadhit. Se në rast se ne marrim të mirëqen që Monika Kryemadhi thot, unë kam punuar kundër burrit tim dhe kam bashkëpunuar me Edi Ramën për VKM, për biznesmen, do të thotë që te celulari i Monikës Kryemadhi ekzistojnë bizeta me Edi Ramën. Pra, celulari është sekuestruar, është provë, përbën provë në rast se jemi në këtë skenar. Pra do të thotë që loja që ne na kanoset nga këta është shumë e turpshme, sepse nuk mund të thuash Spakut mos merr celularin, sepse Spaku ta ka marrë celularin. Celulari e ka deklaruar Monika Kryemadhi dhe thot, kam pas bisedime me Edi Ramën. Pra e thot me zë dhe figurë. Çfarë tjetër pret ti? Ç'a të sekuestroj? S'ka që të sekuestrojnë më. Aty janë. Pra, edhe rasti Veliaj, çfarë i sekuestruan? Grua së tij telefonin. Pra, po të shikoni historikun e sekuestrimit të celularit, të gjithë këta e kanë hëngur nga celulari. Pse? Edhe Ahmetaj, ç'a i bërën? Shkuan i sekuestruan celularin. Të gjithë kanë ndryshuar aparate telefonike. Madje kanë ndryshuar dhe email. Doni të ndryshoni dhe vitin e lindjes, por është e pamundur në këto kushte. Prandaj, situata e sekuestrimeve është thjesht një propagandë